Se ne pa. Ne pa ndalu në zdripi këto, te janë ditë më në gjithë. A dje ku ka Ne pa. A dje ka një dy. Kujdes. Vazhdo. Mirditaç! A je prej Forine? Që sa kohë është kjo kështu? Si? Katastrofa? Kanë vet në uka? Në uj! No. Që këndi? Që të këtë gjarin nga kjo unë të më mbaj e kamerë? Këtë të e piqë këto, këndi. Pretë në dëzdripi që te. Që që te? Ndalë. Ki gjalli për mbatë të dalë e pare, në ndëmen që zërë. Ndalë, se në? Ndalë, që këto dëzdripi? Më shifë më rëvë në të dhe. No. Vetëm mu do haqë. Kjo të ndëruar shikues është gjendja momentalisht në fshatin Forin, sipas të gjitha informatave që kemi deri në tani. Sipas informatave deri në këtë momente, ka edhe persona të cilët kanë ngelur në rrugë. Përshëndetje. Kush? Po majrë, e kini pastru do pa? Hajtë. Do të mundohemi i takuam edhe njësillin e zjarfiksve të Kostivarit, të cilët ndodhe në teren për momentin, ndërka gjendja paraqitet shumë alarmante. Pa? A je pa? Do më thënë qytetarët janë tërësisht të blokuar në këtë zonë, është ndaluar edhe qarkullimi për veturat që nga një pjesë në hyrje të fshatit. Dëgjohen edhe britmat e motorëve të cilët qytetarët duan që të largojnë ujin edhe nga vendbanimet e tyre. Uji për momentin është kaq deri në gjunjë. Hajni me e Dilka jona se mi si është situata? A kam rritë tyje deri në shpia? Ka fillu. Deri në shpia? Ka fillu e në ta shtypje ujnë ta bluat vetën, deri sa të bëhet nivelizimi. Ka bëhet dome? Po, dome tek do vëre është tajnë. Më të kjede të vëre. Mundojni me motora që ta nëzjenë, ja? Me motor këtu më jam pak më zdepërtue, se vinë edhe pjanësh. A vinë edhe ka ona që? Pjanës e të shtaj të bëhet, dhe sa të bje shtypje ujnë dhe për tonë, më përbrimat e ujtë, ja, Se së viteri a që, prit të marrë kamerë. Për fatë keq së në ndjerim kamermani jashtë se s'ka qisme. Ju jemi të shkut nga të regojë një pjesë vendit. Prej këtu vjen, a? Pjanësh, ja unë mundohem të ndalë, aman të shqip të lifkju si është afër, shqipja ujtë dhe për tonë për mu. Falënderi shumë, inshallah Allah ju ndihmon të kaloni sa më shpejt. Si maturante ku ka përcej një herë. E ki ka përcej një herë? Ku ka përcej deri këtu në ka qenë. 1 metër e diçka këtu kretë po. Çfarë apeloni institucionet?
Është duhet këtone, stjej, këto dukuri natyrale që është vërshimit, paraqiten, shina. Do të deput, ka dimetora, besoj se do të ndalet, gjera tore do t'i ndalin edhe do të fillojë stabilizohet. Kjo është gjendja momentale. Është situatë shumë e rëndë. Do të vazhdojmë të ecim. Mirëmbrëma, si je? Mirë? A buka hinë shpeja, a? Shpej mrenda ka hinë, a? Kejt ka hinë shpeja? Kejt? Kejt ka t'i pasër nujo. Se ku shkon shtahe? Në që grandëm malë gjalli kuna të tim dëmë. E po mirë, super. Hajde. Nëse duhet ndim, më të marrë ujti. Hajde! Gjendje rëndë të ndëruar shikues, kjo është gjendja në shumë fshatrat të komunës së Gostivarit. Do të mundohemi Përshëndetje. Loma. Është pak edhe fatkeqësi natyrore, po është pak edhe faj institucioneve, të cilët ndoshta që është dashur këtë punë ta mendojnë më herët, po gjithsesi që fajtor kryesor në këtë rast është edhe njeriu i cili gjithsesi që shkatron pyet, ngushton tokat për të bërë ndërtesa e betonizime dhe kjo është gjendja. Është bërë si det, ndërka shohim se edhe kamionët të cilët mundohen që të dërgojnë zalla, apo truall, dhe që duhet që faktikisht të ndalojnë ujë. Është gjendje rëndë, do kisha apelu institucionet lokale, ato të komunës, do kisha apelu që drejtorinë e ujrave të dalin sa më shpejt në teren për të pa gjendjen për shkak se me të vërtet është një gjendje shumë e rëndë në Forin dhe që duhet që dikush normal të ketë edhe përgjigje për këtë. Pa marrë parasysh, qoftë institucionet lokale, qoftë edhe ato qendrore të cilët duhet të mbajnë një përgjegjësi për këtë që çka po ndodh në Forin. Ti tregoj këtij shoku tim se edhe çizmet nuk krytën punë më. Mirëmbrëma, unë e mbarë. A ju ka hinë shpi? U ka dëmtu? A ka dëmtu? Afro pak ma, për afro se së ndalë andej. Preka una qeter ka jetë, ha? Ju ka dëmtu në shpi? Po nuk dim se ka shku në struja, mo, Ka shku katastrof. edhe energi elektrika? Po. Çfarë apeloni? Po s'dim që të thonë. Zim katastrof, ja, vetë shifni. Do t'ju ndihmoft dhe inshallah dalin edhe institucionet në teren për të pastru. I bëj thirrje kryetarit komunës Gostivarit, kryetarit të këshillit të komunës së Gostivarit, i bëj thirrje drejtorit të ekonomisë së ujrave, apo çka isha jo drejtoria, e cila në fakt drejtoria e kullosave, apo si e ka ky institucioni që duhet që t'i ketë nën kontroll edhe kanalet për ujitje të cilën në këtë zonë për shkak të asaj që
Dikujt ja ka marrë topin. Ky kam bet këtu. Zotëria zbiu pas kam bet i mbyllur. Gjithë pak për jashtë. Mere që këtë topin. Jo, dikujt i kam bet topi. A, u ka po probleme? Mirë mroma. Sija, jemëj. Hajde. Vazhdo. Kjo është shtëpitë e qytetarëve, shtëpitë e banorëve, dhe të cilët janë të zhytura në ujë. Ashtu si që e ceka, lusë kryetarin e komunës zotri Valmon Limani, kryetarin e këshillit zotri Valdet Xhaferi, lusë drejtorin e drejtorisë së ujrave, ekonomisë së ujrave, ku e di çka janë këto, dilnin teren, veshni çizmet. Për këtë punë ju kanë votuar qytetarët. Dhe ju, sot në vend të meje, është dash jeni ju me çizme. Fatkeqësisht unë deri në këto momente, përveç zjarfiksive, nuk arrita të takoj askënd, edhe pse e di se kryetari i komunës Valmon Limani është jashtë shtetit, por spaku kryetari i këshillit zotri Valdet Xhaferi është dash që të jetë në terren në këto momente dhe për ta parë situatën. Zotri Xhaferi, nëse eventualisht je live në Tetova sot, do të kisha lut dalish në terren. Përshëndetje. Gjendja në këtë vendbanim është e tmerrshme. Ka ikur edhe energjia elektrike. Janë ngri këmbët, ha? Jo, do ecim kohë. Do ecim kohë. Kjo është punë. Uj del të ndëruar shikues nga gjithë anët. Më inqizo këndej. Semi më nga datë, lutem. Me të vërtet është gjendje alarmante. Korina disa herë ka përjetu të gjë. Për momentin nuk ka edhe energji elektrike. Janë bllokume krejt rrugët për hyrje dalje në këtë fshat. Dhe shpresojmë që institucionet reagojnë sa më shpejt. Në fakt, në gjithë vendet tjera kjo do të ishte bërë gjendje jashtëzakonshme. Jo, do të shkojmë këndej për shkak se na presin. Vazhdo. Kush është me dritën? Hasan, ti je? A i ke qizme? Hajde kënde. Ec me mu. Vesh mos na drejto dritën se na hum. O Sami, vetëm do me thonë ka dare të qësh se e i ti këti qonë. Po, jo, do shkem deri para dyqonit edhe të ndalen aty. Oke, hajde. Prej kur ka vazhdu kjo situatë? Do me thonë gjithë ditën e kena pas këtë shqip. Po ka një 2-3 orë që ka fillon me intensitet lartë. Po. Unë nuk është unë si që shifni edhe reshet e shuqën ndaja. Vetëm t'i lutën a Zotit se ndryshe s'ka. Po, do me thonë, kjo ka fillu që sa? Ko? Që 2-3 orë, me intensitet afer 15 minuta gjithë shka përfundoj të mush me ujë, gjithë shka. Për 15 minuta? 15 minuta, po. Do me thonë, ndërka tonë dhe i thujmë ne,
ke gzim musliu kum qenë sot edhe gjithashtu vlen të theksoj se sot një fëmijë të vogël e kam shpëtuar unë, edhe pse se kam bu publike, po tash e tregoj, ndërkaton dhe kam probleme te Atfi Selmani, te Fesal Bajrami. Cila është thirrja juaj? Të shkojmë pak më kështu nga kamera, cila është thirrja juaj? Ne bëjmë apel të organet kompetente të ndalin pak të ndihmë se situata është alarmante, shpresojmë mos ketë dëme materiale. Shpresojmë mos ketë dëme njerëz, masa ndaj materiale. Po, as që du të diskutoj inshallah jo. Ty personalisht ka bën dëm te marketi? Po më ka bu, realisht më ka bu pak dëm, shpresoj t'ja kalojmë sa më lehtë dhe sa më mirë. Unë lut Zotin që të përfundoj sa më shpejt kjo situatë dhe shpresoj që të Faleminderit shumë shkurt edhe kjo të pastrohet, mund të vazhdojmë edhe pak të ecim. Nuk e di vetura do mundet. Tash për momentin e kena nevreja të jemi nga gazetarin e qëtë sot. Kushti bashkarisht me edhe që të rrasë në dalë ndim, edhe pak zema apel kjo, edhe kompetente që neve të nëndimoj, situata. Plus të gjitha ata të cilët e shohin për momentin këtë video material, të dalin në ndihmë. Hasan, kishte edhe një numër evakuimi këtu, me sa kuptova nga kush se di, s'kom informate, do me thonë se këtu ka shumë. Po, kishte edhe një numër evakuimi dhe besoj që të gjithë qytetarët duhet që s'paku t'i drejtohen ose Hasanit, ose kujdo qoftë nga Forina nëse kanë bërë dikundi dhe nuk e di, në ndonjë shtëpi, në ndonjë objekt. Ne jemi gati 24 orë për çfarë do lloj ndihme, sa do mundemi do ju ndihmojmë, siç e shihni nuk kena edhe rim, në telefon nuk kena rim, shpresojmë të na kërkojnë edhe ne të ju përgjigjemi. Shpresojmë të jena bashkë në këto momente të vështira. Shpresoj të kaloni shumë më lehtë. Forina nuk është që hera e parë ka këtë situatë. Po, nuk është hera e parë, po kjo është për shembull hera e ditë se ka ndodhur sipas informatave që i kemi në vitin 1979 ka qenë kjo situatë alarmante dhe na përsëritet në vitin 2026, konkretisht në muajin prit. Shpresojmë t'ja dalim sa më lehtë dhe sa më mirë. Unë shpresoj që edhe organet kompetente si shpejt i dalin teren, do kisha dashur që edhe organet e komunës, po edhe qeveria të jetë sot këtu me mu dhe t'i veshin çizmat e t'i përveshin krahët për shkak se për këtë punë ju kanë votu qytetarët. Unë e di që edhe një pjesë fajt e kanë vetë qytetarët që ndoshta nuk kujdesen për ambientin, ndoshta presin drujt, e ndoshta ngushtojnë hapësirat e gjelbërta për të ndërtuar dhe për të betonizuar dhe këto janë pasojat, por sido që t'jetë organet komunale, organet qendrore duhet t'jenë në teren, Forina është në gjendje të rëndë për momentin. Unë do e ndërpres këtu për shkak se kam edhe shumë ftohtë, edhe do duhet që, se di, do duhet që të gjithë reagoni, do duhet krejt jeni në Forinë, për shkak se s'ka energji elektrike dhe qytetarët janë në gjendje të rëndë. Mua do më falni për shkak se vërtet s'unë e duroj ftohtin dhe do duhet të shkoj Hasan dhe shpresoj që... Ne jemi që 3 orë, të shpresojmë t'ja dalim. E di, e kuptoj gjendjen tuaj. Edhe gjithashtu bëjmë një apel, ju lutem njerëzit mos bëjnë lëvizje të kota për arsye se nuk është po në momenti për të bërë lëvizje të kota. Edhe ekipet e zjarfiksive janë teren ata? Janë, po. Drejtori Jusuf Bajrami ishte parës prezent dhe më tha duhet diçka ndihmë, gjithashtu edhe Besnik Bajrami më lajmëroi, më tha a keni nevojë diçka, gjithashtu vlen të theksohet edhe Qendra për menaxhim me kriza është lajmëruar dikush për atyre? Jo, nuk kam informacione nga ato. As qendra për menaxhim me kriza, as një institucion tjetër nuk e ka bërë punën e vet. Për momentin i vetmi institucion që është këtu është Zjarfiksit apo edhe Komunaleci apo? Nuk e di. Ndërmarrja publike. Domethënë ndërmarrja publike komunale dhe Zjarfiksit janë institucionet e vetme që ndodhen për momentin në Forinë. As qendra për menaxhim me kriza, as drejtoria e ujrave, as drejtoria e menaxhimit me pronat ujore të Republikës Maqedonisë së Veriut nuk janë vendngjarje. Do kisha lutur, do kisha bërë apel për shkak se qytetarët e Forinës janë gjendje të rëndë. Unë do e ndërpres këtu këtë video të drejt për drejt për të parë se cilët janë vendbanime qera, ndërkaq për gjithçka tjetër do të jeni të informuar në profilin tim zyrtar, raportoni. Çdo video që ju e keni 0712993994 është numri i telefonit. Faleminderit që jeni me ne dhe që i besoni të dova sot. Bon më hapësh këtë baterinë. Faleminderit shumë.